Kur kinezët e lashtë vendosën të bëjnë diçka kundër hordhive barbare, që i sulmonin çdo vit dhe digjnin e shkatërronin gjithçka, u lindi ideja e ndërtimit të një muri të sofistikuar dhe të padëpërtueshëm. Ai do të ishte shumë i lartë dhe shumë i gjerë, me një fjalë i pakalueshëm. Por gjatë 100 viteve të para pas ndërtimit të murit të famshëm, vendi u sulmua 3 herë nga barbarët, të cilët asgjë e morën mundin të kacaviren apo të shembin murin. Në të 3 herët që e sulmuan vendin, ata hynin nga portat kryesore, sigurisht pasi i kishin ngopur me ryshvete rojet e portave. Ata ishin marrë me ndërtime muresh të fortifikuara, por kishin neglizhuar dhe lënë pas dore edukimin dhe ndërtimin e moraleve të shëndoshëm.